banorja Big Brother, Gjeneta. Unë jom një e sigurt, po më kujtohet kur e kom hek mantilin, ka qenë komplet me djerës. Gjithmonë është mirë edhe mashkujt me apliku botox apo skin booster, thjesht me kthy freskin në fytyrë. Po ju zhvillohen shumë pasiguri, i shikojnë filterat, e shikojnë ku e dion e Kim Kardashian ose Kylie Jenner edhe mendojnë që me një filler në buzë kanë me u transformu, me u bo si dikush tjetër. Në një kohë ku ndërhyrjet estetike po bëhen gjithnjë më të zakonshme, doktoresha Rezana Saraçi Govori do të na flet për trendet e fundit dhe për gabimet që i bëjnë pacientët më së shumti. Ajo gjithashtu do të jep disa këshilla për personat që planifikojnë të bëjnë ndryshime në pamjen e tyre. Doktoresha Rezana, mund të na tregu ç'është je ndjer kur e ke bë ndërhyrjen e parë estetike? Po patjetër, më kujtohet shumë mirë, ka qenë faza pasi që jo m'bo nan, e kom pas vajzën e vogël, edhe ajo lodhja, pagjumësia, krejt ato vrenë më së shumti në fytyrë, edhe fillun shumë me më pengu linjat rreth syve. Atëherë të na nuk është që ka pas ndonjë doktor që është marrë ekskluzivisht me këto shërbime dhe jo më dashur me marrë aeroplanin me shku deri në Stamboll. Edhe më kujtohet shumë mirë kër e kom bua ndërhyrje, kër kom dalë prej aty, kom qenë pak si emocionume, se nuk e disha sigurt çka kom bo, çfarë materiali më kam vendos. Bile burri më kujtohet më ka kritiku edhe ton ditën ka qenë si pa disponim se hej ku e more këtë guxim. Po mu gjithmonë më kanë interesu këto shërbime, kom pas qef me ditë qysh është kur i aplikon për vete, çka ndodh pastaj edhe për atë arsye edhe kom hulumtu normal për mjekun cilin e kom zgjedhur në Stamboll, po më kujtohet shumë mirë era parë. Do me thonë para se me apliku të klientët, e ke apliku të vetja nga një doktor tjetër? Shumë ma herët, se para se me fillun me apliku të pacientat e mi e kom provu për veti, se më ka interesu, kom dasht me di çfarë është rezultati, fillimisht më kam pengu ato linja rreth syve, kom pas dëshirë me u dok pak ma e fresk, ma e pushushme, edhe kom shku deri në Stamboll me bo botox rreth syve. Po ndërhyrjen e parë estetike të pacientët a e mbajnë mend? Po edhe ato e mbajnë mend shumë mirë, ka qenë një zonjë e cila është kujdes jashtëzakonisht për veten, edhe më kujtohet kur ka ardhur te klinika, ajo shkëlqejke, ka pas një lëkurë perfekte, ka qenë një zonjë që shumë mirë mbahet, edhe kur ajo ka pas besim të plot te one, edhe e ka ditë që është pacientja e parë, po fatmirësisht shërbimi ka qenë një shërbim shumë i sigurt, i cili asesi nuk ka mujt me na sjell deri te ndonjë komplikim apo ndonjë efekt ansor, kështu që fatmirësisht ajo ndo e kënaqur, unë jom një e sigurt, po më kujtohet kur e kom hek mantilin, ka qenë komplet me djerë, se normal ai stresi i fillimit, ato emocionet në fillim janë shumë të mëdha të papërshrueshme. A mund është më na tregu cila prej figurave publike sfundmi e ka tepruar me ndërhyrje? Sot krejt po ja teproj me filtera, me këto, kështu që asnjëherë nuk muj me gjyku 100% dikon prej telefonit. Në qoftë se kemi pa dikon prej afër, atëherë ajo është ndryshe, ose në qoftë se jemi një ekspert i fushës edhe e dim sakt se çfarë shërbimi ka apliku personin fjalë, atëherë ajo është diçka tjetër, por në qoftë se po ju intereson mendimi jam prej eksperte, atëherë s'po di, është komentuar shumë kohëve të fundit banorja Big Brother, Gjeneta. Nuk e di, nuk e kom po asnjëherë kështu prej afër, vetëm ma që kom po nëpër rrjete sociale. Po besoj që ke arrit me pa edhe këngëtarin Blero? I kom po fotografit, bile e kom po edhe intervistën, Blero e ka pranu, ka tregu që bën botox, kështu që shumë mirë Blero. Motiv për mashkujt me u kujdes më shumë për vetën, për fytyrën, pse jo, gjithmonë është mirë edhe mashkujt me apliku botox apo skin booster, thjesht me kthy freskin në fytyrë. Nëse Blero ndihet mirë, ashtu siç duket, atëherë mirë për atë. A tu ka ndodhur mirë ndërhyrjet e Blerës me aq sa e ke pa? Unë asnjëherë nuk jam për ndërhyrje të cilat egzagerohen, nuk më pëlqen kur personi ik natyrales, mundona shumë pacientëve të mi me arrujt naturalitetin, edhe mos me u vrejt prej kilometrave që ka bo diçka. Bile edhe njihna për këtë pjesë, shumë pacientë më komplimentojnë, faleminderit, më ke bo me u duk shumë naturale, më kanë komplimentu familja, koleget, po kërkush nuk e ka ditë që kom bo, më kanë thonë pas ke flajt mirë, po dukesh e pushushme, po jo prej kilometrave me thonë personi
thonin fjalë ka bo botox. Unë asnjëherë nuk jam për shërbime të egzageruara. Me që jemi te kjo pjesë, a ka pas raste për shembull ndonjë pacient që ka kërku me u egzageru shumë? Këto raste ndodhin çdo ditë, janë vajza të reja që fatkeqësisht shkaku i rrjeteve sociale po ju zhvillojnë shumë pasiguri, i shikojnë filterat, e shikojnë ku e diun e Kim Kardashian ose Kylie Jenner edhe mendojnë që me një filler në buzë kanë me u transformu, me u bo si dikush tjetër. Unë gjithmonë ju sugjeroj me i pa tiparet e bukura që i kanë të vetja, me i vlerësu ato edhe me i vun fokus ato. Asnjëherë me dal prej vetës. Kërkesë prej pacienteve që a kisha mujt me bo edhe këto, a kisha mujt me bo edhe ato ka gjithmonë. Cila është kërkesa që e merrni mas shumti? Po më varet, për shembull vajzat e reja ma shumë kanë dëshirë me i mbush buzët, hundën, eventualisht edhe mollza, ndërsa gratë mbi moshën 40 vjeçare më së shumti kërkojnë eliminimin e linjave, eliminimin e rrudhave, freskinë fytyrë, që me u duk më të freskëta, po edhe me i kapi me u qëndru më mirë, edhe ato me u ndi më mirë në përgjithësi. A mundesh më na tregu çfarë rrezike potenciale munden me paraqit ndërhyrje të shumta estetike në fytyrë? Po, patjetër. Me bo ndërhyrje shumë normal që mundet me pas një efekt ansor apo një dukje jo aq të mirë, natyrale. Po ajo që është më e rrezikshme është që nëse nuk përdoren produktet adekuate, materialet adekuate, nëse shërbimi nuk e bën personi adekuat, gjë që fatkeqësisht po ndodh shpesh, aq sa po ndëgjoj prej pacientëve të mia që në Kosovë për shembull më tregojnë që shoqja ime ka bote XY personi i cili nuk ka qenë mjek, ka qenë me një shtëpi, ka qenë me një zyrë, për atë nuk jam asnjëherë sepse ajo më bart rrezik në vete. Mirë po, përderisa ja beson fytyrën një personit i cili është mjek që një anatominë edhe me sy mbyll, atëherë ajo normal që jeni 100% i sigurt, edhe pse komplikimet gjithmonë mundin me ndodh. Edhe mjekut edhe profesorit me më eksperiencë gjithçka mundet me ndodh, sepse në mjekësi asnjëherë 1+1 nuk bëjnë 2. Kom dëgjuj, kom pa edhe lajmet në portale, unë gjithmonë për materialin që e marrë klinik sigurohna se prej nga vjen, kush është burimi, kush ma sjell materialin, dhe pastaj vendosi me përdorë dhe me punu me atë produkt. Fatkeqësisht po, ka ndodh, nuk e di çka ka ndodh më pas, mirë po te na çdo ditë hynë materialet të cilat nuk kontrollohen fatkeqësisht. Kështu që është shumë e rëndësishme momentin që një pacient të zgjedh mjekun me pyet se çfarë materiali po i vendos, a është 100% i sigurt, çfarë komplikime mundet me pas, a mundet me pas ndonjë alergji apo ndonjë efekt ansor, kështu që gjithmonë duhen me u siguru se çka po ju vendoset në fytyrë. Nuk është marrë me pyet, edhe nëse shkon te një mjek me shumë eksperiencë, është shumë e rëndësishme që mjeku gjithmonë me i hap produktin para syve të pacientit, edhe me ja tregu 2-3 informata kryesore se prej nga vjen ai material edhe çka mundet me prit pacienti prej atij materialit.